Mesazhi që tronditi Real Madridin. Xabi Alonso i dërgoi drejtuesve të klubit një mesazh të fortë. Nuk mund t'u japësh lojtarëve kaq shumë pushtet. Është e pamundur që trajnerët të sundojnë në dhomën e zhveshjes nëse klubi është gjithmonë në anën e lojtarëve. E ky është momenti që shënoi largimin e tij. Lajmi i largimit habiti lojtarët, të cilët u informuan përmes njoftimit zyrtar të klubit, dhe reagime pati menjëherë pas lajmit. Kylian Mbappé, Rodrigo, Federico Valverde, Arda Güler, Antonio Rudiger dhe kapiteni Dani Carvajal fillojnë të shprehin mirënjohjen, ku Carvajal shkruaj të shkurt: "Faleminderit për gjithçka shef." Mesazhe respekti dhe emocion mbrin nga lojtarët e Real Madridit, duke treguar ndikimin e madh të Xabit në dhomën e zhveshjes. Por lamtumirën nuk e dhanë të gjithë. Vinicius Junior, Eder Militao, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy, Jude Bellingham, Brahim Diaz dhe Franco Mastantuono nuk i kanë dhënë lamtumirën deri në mesnatë. Një largim që shënon fundin e një epoke dhe tregon tensionin mes trajnerit dhe lojtarëve në Madrid.